Vetëm pak ditë pasi u komunikua zyrtarisht akuza për korrupsion në zgjedhje, SPA ka përfunduar hetimet ndaj kryebashkiakut të VAU të DS, Kristian Shkreli. Burimet nga organi i akuzës bën me dije se SPA ka dërguar tashmë kërkesën në gjykatën e posaçme për kalimin e çështjes në gjykim. Sipas procedurës, kërkesa e SPA do të shqyrtohet nga gjyqtarja Flora Hajredinaj, e cila do të vendosë nëse dosia do të kalojë apo jo për proces gjyqësor. Hetimet ndaj Shkrelit nisën për dyshimeve se ai kishte qenë i përfshirë në blerjen e votave për Partinë Socialdemokrate të Tom Doshit gjatë zgjedhjeve parlamentare të 11 maj. Me 3 tetor, SPA e mori zyrtarisht të panderur kryebashkiakun socialist në akuzën korrupsion aktiv në zgjedhje, ndërkohë që në dosje janë përfshirë edhe 3 persona të tjerë të dyshuar për bashkëpunim në këtë veprimtari të palishme. Në vijim të hetimeve, në vendim të GKK-s, në muajin maj, prokurorët sekuestruan telefonin celular të Shkrelit dhe ushtruan kontroll në banesën e tij. Gjithashtu janë sekuestruar edhe pajisjet elektronike dhe celular të disa eksponentëve të tjerë të PSD-s në qarkun Shkodër, që dyshohet se kanë marrë pjesë në skemën e shitblerjes së votës. Rasti i Shkrelit ka marrë edhe vëmendje politike pas deklaratave publike të kryeministrit Edi Rama, i cili vetëm pak ditë para zgjedhjeve kritikoi hapur kryebashkiakun në një takim elektoral në Shkodër. Kristian mos më luaj me 2 porta, ishte paralajmërimi drejt për drejt i Ramës ndaj tij, duke nënkuptuar dyshimet për një qendrim të dyfisht në fushat. Kristian Shkreli u zgjodh kryetari i Bashkisë VAU DS 2 vite më parë si kandidat i Partisë Socialiste. Tashmë ai përballet me akuza të rënda të korrupsionit në procesin zgjedhor.